kaluar 20 vjet dhe është shumë e vështirë të flasësh për babin. Ai iku nga shtëpia një natë dhe i tha mamit që nëse ti nuk sjell të ardhura, do t'ikësh nga këtu. Ai filloi të hapte llafin gjithandej që kishte nxjerrë Qeraxhi ose nuk donte që të merrte vesh që kishte nxjerrë mami. Tino. Të flimë sot këtu te lokalin. Ç'është lokali? Ç'a? Nësë nasë. Nxjerrë ai Qeraxhi në shtëpi me. Po se ti duhet me pyet çigrona, ta pyesa në vetë se vëre. Po pyete? Dakord, pa. Duhet punosh. Qa komplek të gjumë. Fal. Qomë. Se po merrsha këto gjërat dhe prandaj. Genti! Po. Tani, a di shoku do të flasësh ti apo ti flasun? Po i flasun? Okej. Gjen. Si. Tani duhet të flasim një qikë se kjo qëndresa jote u le për e ditë, po ti s'po puno më gjen. Duhet punosh një qikë si që thamë fillim, të bësh nga i punë. Ngeti duke të kapë në gjumë atje. Në bëj një punë të paktën se di. E me ndi plura. Bëj një gjë, kupton, ose të paktën të zëra dhe mja. Kjo është komanda. Ndeshja madhështore e boksit për çmimin e madh 100.000 euro do të zhvillohet pas një jave në arenën e madhe të boksit në Pallatin e Sportit. Martin Strakosha, kamarieri që u bë boksier. Boksieri që u bë kampion. Kampioni që sfidon gjithë Shqipërinë për 100.000 euro. U zgjidh. Fillon ora e stërvitjes. Nisu! Hashmir, more. Duhet hashmir. A një mau. Hajde vete. Për ne fëmijët ishte shumë e vështirë, aq më tepër për mua, që unë e shikoja në ngjaj identik si ai edhe mos kesh figurën e babit në shtëpi, është jashtëzakonisht e tmerrshme, është. Ai vinte me vula, nuk e di domethënë se mami nuk arrinte ta kuptonte, por kam përshtypjen ai bënte një punë në të zezë vetëm për të sjellë një copë bukë në shtëpi, ai Mos guxo ti heqësh doreza.
Ai binte murit me grusht, gjithë ditën na detyroi të binim rulo. Sot i madh. E postove foton që ndërkova. Disa njerëz thonin që babi kishte edhe dashnore. Nuk donte ti ishte Dorezat, as kur bënim seks. Postoni fotot tuaj dhe regjistroni në ndeshjen e boksit për të fituar 100.000 euro. Postove foton që çova. Po. Mos i hiq Dorezat. Nuk e ish Doreza, do haj boll. E kishte qef boksin, dakord. Ai kush nga ne nuk ka pasione, pse? Sot është dita e shumë pritur. Meri dhe na ndera. Unë jam Bisha. Mos i hiq Dorezat. Do e bëjmë vrap. Alo, Gendi, desha me filluar dhe ti nuk je këtu. Ku je Gendi? Të vetmet fjalë që babi arrin të thotë që nga ai moment janë mos i hiq Dorezat. Ha moll. E postove foton. Mos i hiq Dorezat. Ha moll. E postove foton. La